Është arsyeshme që të vë përballë një presioni, sepse, siç e thash, mandatin ligjërisht e ka partia me shumicë votash e para që ta krijojë mundësi dhe ne dëshirojmë që kjo pjesë të konsumohet me rregull kushtetuese në mënyrë që të mos gjendet nën presion asnjë subjekt politik për procesin e konsolidimit të institucioneve. Nëse kjo nuk ndodh, pra nëse partia e parë nuk bën të mundur që të ketë votat e mjaftueshme për ta patur një qeveri me fillimin e konstituimit edhe të kuvendit, atëherë ose të mandatit që i jep edhe presidenti, atëherë ne presim që automatikisht të vazhdojë me konsolidime, me takime zyrtare për të themeluar një qeveri të opozitës. Liga Demokratike e Kosovës nuk ka një po publike për një koalicion të mundshëm as me opozitën. A keni biseduar me të dhe cilat janë qëndrimet e tyre në qoftë se ka një qëndrim që jo ka thënë edhe shefi tuaj? E para, ajo që ka dihet tash, është që partitë opozitare nuk duan të bëjnë koalicion me vetëvendosin. Kjo tash për tash është e mjaftueshme që ne, në rast se partia e parë nuk arrin të ketë votat, të ulemi bashkë dhe të bëjmë zgjidhjen. Natyrisht kjo përgjegjësi na bjen pastaj ne si Parti Demokratike, edhe për faktin e numrit të deputetëve. Zybaziti një kërkesë, ndoshta dy kandidatëve kanë qenë si kandidati ju zoti Hamza dhe LDK zoti Abdigjiku, që të dy të jenë në garë për kryeministër. Në qoftë se LDK ka një kërkesë e tillë për të formuar një koalicion, a ka një formullë që mund të zgjidhet një çështje e tillë për të drejtuar qeverinë e opozitës? Në çfarë forme mund të ketë një zgjidhje? Shiko, kjo është një farë situatë, një farë atmosfere para krijimit të institucioneve që dalin nga këto zgjedhjet e fundit, për shkak të konfiguracionit shumë problematik që kanë sjellë ky proces zgjedhor, për shkak një mesazhi që qytetarët e Kosovës e kanë dhënë përmes kësaj mënyre të votimit, një mesazh i cili krijon një farë imponimi te politika, te komuniteti i politikës që duhet të ketë marrëdhënie brenda tyre për ta sjellë një qeveri të re, nga kushdo qoftë, dhe kjo situatë nxit edhe këto debate të partitë politike. Unë nuk besoj që cila do parti politike e opozitës do të lejoj që në rast se na jepet mundësia, edhe kjo është pra mas kësaj afatit zyrtar që jepet partisë parë, mund ta lëshojmë një rast për ta marrë përgjegjësinë e cila i përshtatet zërit të qytetarëve që të bëjmë ndryshime. Pra, nuk besoj që cila do parti politike do të bëhej pengesë për çfarë do lloj arsye që ta kemi një qeveri unike të përbashkët. A ekziston një marrëveshje, a ka një ftesë nga ana tyre për një bashkëpunim, a janë të shuara gjitha këto shpresa për një koalicion të mundshëm mes VV-s dhe PDK-s, dhe a ka elemente që mund të krijohet një koalicion i tillë kohët ose minutët e fundit? Jo, s'ka pas asnjë ftesë, edhe nëse ju aludoni një takim të mëhershëm të vitit i kaluar, pra nuk bëhet fjalë se para 2 vitesh sa bontash, nuk bëhet fjalë për një takim të koordinimit të ndonjë koalicioni, asnjëherë s'ka pas në mes nesh. Ka qenë një takim për të koordinuar aktivitetet e kuvendit për disa procese, ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare që duheshin atëherë. Dhe normal Partia Demokratike, si gjithmonë, është e orientuar për interesin e vendit gjithmonë, pavarësisht që nuk ka qenë ndonjë farë veprimi populist ai farë takimi në dobi të elektoratit tonë. Por në vazhdimsi të logjikës politike që ka ndjek vetëvendosje, nuk është që kemi prit ndonjë takim të tillë. Pse një logjike politike po e them? Sepse në një mandat qeverisës ku ka pas aq shumë nevojë vendi ynë të koordinohet në raport me si thush arritjen e një marrëveshje me Serbinë, ajo që ka qenë pritje e partnerëve tanë proceseve,